Opinionisti Arbër Hajdari ka reaguar ashpër pas situatës së paprecedent të ndodhur gjatë mbrëmjes së prajmit në spektaklin e Big Brother ku konkurrenti Josefin Marku goditi gjestin. Arbëri u shpreh se Josefin Marku dëshmoi se është një djalë i poshtër, ndërsa përgëzoi policin për shoqërimin e menjëhershëm të tij pas aktit të dhunës. Ajo që dua të them është se ajo që ndodhi sot ishte ngjarje pa precedent në Big Brother. Josefin Marku sot dëshmoi se është një djalë i poshtër. Mua Loredana më vjen keq për ty, edhe pse ju kam ndarë në raportin që keni pasur dhe përgëzoj shoqërimin e menjëhershëm nga policia e shtetit, u shpreh Arbër Hajdari. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.